Faleminderit. Unë shpresoj shumë që këto nisme këto projekt ligje sjellën në gjë të re, por jam nisur nga skepticizmi im, buron më tepër nga ajo që konstatojmë për ditë më shumë terren se sa nga forma dhe përmbajtja që vijnë legjislacion. Pra, sa do të jemi ne taft që të implementojmë më së pari njëherë dhe mas kaq kohësh si të fusha bujqësisë, po e nisme bujqësinë të bimët. Realisht, jo rrallë herë, fermerët, ose shpesh herë fermerët ngre një shqetësim që ajo që përmbajtjet kimike ose elementet kimike që mbajnë etiketa, e çdo thasi plehu apo ku diun tjera pesticidet e tjera me radhë që kanë që vinë importohen, nuk janë të barabarta ose po të bësh një përmbajtje kimike nuk e kanë të njëjtën e përmbajtje me atë të që do të thotë që për te faktit që gjitha këto plera kimik së fundmi janë rritur drastikisht, pra që ka rrit koston dhe po të shikojmë sot për shembull gjendemi para fazës grurit, të gjithë grumulluesit e grurit janë përpara vazhdimësisë sepse në treg sot ose në tregjet europiane dhe botërore është me $280. Dhe këtu kosto i kalon. Edhe pse 90% e sipërfaqeve nuk janë më të mbjellë, më ka rënë me grur në krahasim me 3 vitet më të shkuara, domethënë 3 vite të shkuara kanë qenë këto 3 vite të vazhdojnë dhe të bien pak, si pasojë edhe kostos të lartë që ka prodhimi i grurit, ose mosdhënia, domethënë e konsiderojnë pjesët normal si mbjellja e dembelve, pra ose mbjellja për hallet vet ka kaluar tani se sa më përqitur sepse nuk prodhon dhe lekët fitimet janë shumë pak. Këtë ma thonë sidomos për ata që edhe punojësit ose ata që punojnë serat, kur pesticidet që përdorin nuk luftojnë krimbat, flutrat e tjerë me radhë ato që duhet kishte toka ose kërmillat në rastet veçanta, sepse vjen te veterineri ose te ai që shet ato plerat kimik, marrin preparatet e këtij lloji dhe nga ana tjetër nuk qellon asgjë. Pjesa tjetër ndikon sepse shikoj ose nuk mendoj që pjesa se kemi thënë fermerët gjithmonë ja kemi vënë fajin fermerit, por realisht në pjesës më të madhe ose fermerit fugarat ja kemi vënë gjithmonë fajin se i hedh pesticid ose po diun i hedh këto. Unë mendoj që jo të gjithë kanë mundësi dhe takati me bëjnë gjë të tillë, pra nuk e bëjnë në shumë të raste. Ka disa aliment spekulativ që e dëmtojnë realisht tregun shqiptar. Këto kontrollet duhet bëhen, ne kemi ato për shembull kemi zyrat e bujqësisë, lushe që shumë mirë mund ta bëjnë një hartë se si do të mbillet, edhe 2 një hartë me çfarë produkte dhe si terreni, çfarë terreni ka dhe çfarë plerash duhet përdorë për atë terren ose çfarë duhet kultivoj ose është më mirë prodhon maksimalisht. Kjo gjë kërkon laboratore. Gjë që lushnja mos të ketë muzikëqia në laboratore, pastaj është mua më vjen keq, por do duhet ta ngre, ta ringre, ta them 5 vjet me radhë që jam këtu. Ne kemi nevojë për laboratore në lushnje, sepse duam laboratore mos ta çoj moplën e dheut ta çojnë fushkruj, por pse mos ta bëjnë lushnje, unë nuk e shikoj këtë rast, sepse ka shumë nevojë dhe pavarësisht nuk mund t'ikim ne me iden që kjo mbillte, kjo zonë mbillte shalqi dhe burra do mbilin shalqi, apo kjo zonë është e mirë për presh dhe burra për presh. Në mënyrë që të dim sa sasia kripës se këto elementet që ju i dini shumë herë më mirë se mua dhe i vlerësoni gjatë gjithë kohës shumë herë më mirë se mua. Pra do doja që ajo institut bujqësor ndër vite, përveç se ka disa specialistë shumë të mirë, disa agronom shumë të mirë me përvojë 10 vjeçare që ka gjatë gjithë kohës, atyre pavarësisht krau, PD, SPS, po me të vërtet specialistë mirë, ka nevojë që të kenë dhe këto laboratore. Te pjesa, pra duhet, me se s'bën, jo ta shohim lushin gjithmonë vetëm kur korret shalqiri dhe të dalë fotografi, por realisht me ardhmë ndim te kjo pjesë. Së tjetër, tek blegtoria. Blegtoria është një hall i madh. Hall i madh sepse
në të shumtën e rasteve çmimet që vinë më konkurruese nga jashtë për post gjithë asaj unë kam në mënyrë absolute bindje që ne nuk na vijnë cilësore gjërat nga jashtë dhe do të isha për atë shqiptar. Ne kemi dëmtuar me her pas here dhe me ushqimin që vjen nga jashtë për blegtorinë dhe si pasojë ka pasur problematika. Pra filloi që kontrolli këtu, kontrolli i barnave veterinare që jepen për blegtorinë e tjerë me radhë. Pastaj për të kaluar te baxhet, një konsum që e kanë gjithë shqiptarët, ma besoni këtu nuk duhet të fus as shpirtin gjynaf, edhe as ta skurzoj kënd, por shpesh herë nga njerëzit thonë që unë nuk merrem me emra konkret me të them bazha, po thonë që vjen era 27, dhe 27 bire këtu se nuk është e dëmshme, por dyshohet edhe për vaj palme, dhe gjë që mua me të vërtet më lë për dëshiruar dhe më fut frikën, sepse e thonë shumë qytetarë dhe për nga kosto, tani e kuptojnë se sa litra qumësh do, se sa lek marrin infermerët zero për litra qumësh që dorëzojnë, në të shumtën e rasteve debatet e fortë dhe protestat realisht që Ministria do t'i ketë në qendër të vëmendjes për sa i përket në mbledhjes së qumshit dhe mënyrës se si operohet me të, por kujdesi me veçantë duhet e para njerë ky vaj palmës hyrë në Shqipëri, duhet një vëmendje nuk e të shtuar nga ana Ministrisë së Bujqësisë të kontrollojë se sa edhe ku shkon kjo fundorja, sepse realisht është e dëmshme dhe shton sasinë, ju e dini volumin dhe ul patjetër dhe kosto, duke qenë se t'jep dhe një preparat ose produkt mos o zot. Pra, them kjo, unë nuk kam shqetësim kur bën ligjet mira për shëndetin e publikut, por unë kam, a do t'i kthemi shëndetit publikut me parë se ç'a bëhet konkretisht, pra me zbrit në bazë, jo vetëm si përfaqësor, me zbrit në bazë edhe me parë, me kontrollu realisht, edhe ç'a po ham, të dim ku jemi, sepse ma besoni shumë njerëz për kostun e lirë dhe për pikërisht për këtë sigurinë ushqimore, janë duke shkuar kush në Maqedoni, kush në Greqinë, janë një këtej me radhë për të marrë produkt për Karaman, kush e ka Terezin. Por është 80% e shqiptarëve që apo 90% se ka këtë mundësi. Kështu që ka nevojë gjithë secili me ne mund ta ketë mundësinë, ju që jeni kënaqemi këtu tavolinë që edhe të gjejmë një mbylmetore të mirë, një produkt që na japin, që na thonë që merre pa merak e me radhë, por nuk e kanë gjithë dhe njerëzit janë skeptik, e hanë se do ushqen kalamaj, po janë skeptik dhe siç janë te buka apo te ti sa fara gruri realisht që dikur vini ose vinë akoma, këta nuk e di t'ja them nga se të bia dhe nuk i kisha ato elemente ose përmbajtjen që duhet ketë gruri, atë përqindin, ato se unë nuk e di këto pjesë t'ja u them teknikisht, por siguria dhe atje zero. Pra me myk zero ose për mjellrat. Tani, unë do të thesh edhe një gjë, që Ministria e Bujqësisë do t'impenjohet shumë për vajin ullit, që po vjen shtatoj, tetoj, nëntori prapë. Siç kemi bërë një ligj për verën, pse mos ta bëjmë kaq të mirë edhe për vajin e ullirit, sepse ka shumë, ma besoni, ne nuk mundet bëhemi akoma ta çojmë me bidona plastik 3 litrosh me frikë se po na i kthen në çdo dogan. Ne duhet me ia dhënë elementit e ka shumë nevojë sepse njerëzit pretendojnë të fitojnë dhe si vjet, ma besoni, në krahasim me gjithë vitet e tjera, ulliri ka mbajtur në krahasim me vjet. Pra do jetë një sezon me bollak, një sezon që njerëzit do vuajnë fillimisht, domethënë dhe për treg, pra në qoftë se ne bëjmë diçka të mirë, pra atë aka çiçipin këto se certifikatën e origjinës mundet që ta eksportojmë, mos të rri një vit sepse ju dini që vaj më mirë se mua, që vaj ullirit mas i viti humb vlerat e tij ushqyese. Kështu që edhe kjo më tepër se këto tjerat ka shumë nevojë për një nxitje nga ana e ministrisë, koha po afron, domethënë koha po mbaron se legjislatura, domethënë një pjesë e kësaj legjislature mbaron korrik, kështu që besoni ka një nevojë shumë emergjente edhe kjo pjesë, pra e keni nga fermerët, selam të që duan sidomos ta vajt ullirit që janë shtuar shumë njerëz dhe për faktin se nuk do gjithë vitin angazhim, por ka shumë që kanë mbjellë tani, ka nevojë. Dhe e fundit, sepse kam dëgjuar që nga tetoj, nëntori apo janari, problematikën që mbart
përmbytjet apo that ju e dini ftohti i madh ngricat që bën në fund dhjetorit janar një 4-5 ditë që mbolli ose dogji të mbjellurat dhe në ser. Pra në mënyrë i thau të gjithë specit që ka qenë në momentin e daljes, pra e vjeljes ti, një pjesë u përmbyt nga shirat dhe një pjesë tjetër u tha. Deri më sot të gjitha ata persona që nuk janë pak që njohën në Lushnjë nuk kanë marrë lek. Edhe kjo ka nevojë sepse ata nuk është në mbjellin një vitet presin, nuk po është e mundur t'i ndihmoni, çka keni për dënë ose të paktën të flenë mendin ata çketët dhe thonë që nuk ka gjë si vjet, shikojmë vitin tjetër. Faleminderit.